Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, fajsoi partitë e opozitës për dështimin e miratimit të qeverisë së re në kuvend. Ai zbuloi se kishte pasur kontakte me LDK-n dhe nismën, por negociatat kishin dështuar. I bëm ftesë 2 herë LDK-s dhe kemi qenë në kontakt vazhdueshëm me nismën. LDK refuzon kategorikisht një qeveri të udhëhequr nga unë, kurse nisma përfundimisht nuk deshi të jetë në një qeveri që e drejtoj unë. Të vetmen parti që nuk do ta pranonte në bashkëqeverisje për Kurtin mbetet PDK-ja. E vetëm një mënyrë se si LDK pranonte të bëjë pjesë e qeverisë me ne, ishte që edhe PDK-ja të jetë aty brenda. Për neve kjo është e papranueshme sepse e dëmshme. Në këtë situatë ai thotë se zgjidhja mbeten vetëm zgjedhjet e reja dhe se nuk sheh mundësinë e ndonjë koalicioni parazgjedhor. Para çdo marrëveshje që shtrembron vullnetin e qytetarëve në zgjedhje, ne zgjedhim zgjedhjet. Ne du ta presim zonjën presidente, nga çfarë kemi parë, të gjithë jemi duke u përgatitur për zgjedhjet e reja, sa i përket koalicioneve përbes mas këtyre 8 muajve, unë nuk e di që mund të pyesni për koalicione. Në pritje të bisedimeve me presidenten e vendit, në krahun e opozitës ka nisur lëvizjet. Kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku dhe ai nisma Fatmir Limaj patën një takim këtë të hënë. Megjithatë, ata nuk zbuluan ndonjë detaj nëse ishte folur për qeverinë e re apo balotazhin e zgjedhjeve lokale të 9 nëntorit. Me pas dosht, ju me ditë ju kishëm thirrë mbrana takim. Faleminderit shumë.